Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Gaforës. Unë asnjëherë s'kam bërë t'i hap letrat para se të filloj apo regjistrimin, por dua që të kem më shumë kohë të dashur Gaforë, t'i analizoj letrat, dua të provoj kësaj radhe kështu, nëse nuk ju pëlqen do kthehemi në ato të vjetrat. Por më pëlqen të analizoj, të kem kohën e dur dhe të vi me një lexim si një tregim në vend se të kap secilën letër. E para filloj me gjithë këtë energji që po marr këtu të dashur Gaforë, është një fazë e re po hapet. Me shumë mundësi, njohje dhe shpërblime të merituara të dashur Gaforë. Kjo është një kohë ku mund të ndihesh më e sigurt, i sigurt apo e sigurt, më e vlerësuar dhe më e lidhur me atë që vërtet do. Është koha për të dalë përpara, për të treguar atë që di dhe për të pranuar suksesin që vjen si rezultat i përpjekjeve tuaja. Jeni një pikë vendimtare, po shikon përpara, po planifikon, po e kupton se çfarë nuk pranon më. Dhe kjo është ajo ndryshimi tek ju të dashur Gaforë. Gaforë e ka duruar kogja, por ka ardhur sikur koha t'i thotë çdo gjë. Ktu ndal, nuk ka më. Kjo nuk është vetëm një zgjedhje rruge, është një kthesë e jetës, dhe ti je gati për të marrë drejtimin dhe më bëhej qefi. Kam magjistarin këtu që thotë mbretëreshën e parasë, të japi një mesazh të fuqishëm. Ti ke gjithçka që të duhet për të krijuar jetën apo atë situatë, atë gjë që dëshiron. Jo më pritje, jo më dyshime dhe jo më të pranoni siç duan të tjerët, po kësaj radhe ju do ta drejtoni timonin, ta them kështu. Vepro, përdor dije, përdor zemrën tënde të mençur dhe të ndjeshme. Në plan emocional dhe dashuror, ta them ashtu, kam asin e kupës që sjell një mundësi të re në dashuri, absolutisht një dashuri fringo e re, një ririndje shpirtërore, lidhje e thellë, emocione i sinqert, ndjesi e pastër. Kjo mund të jetë një fillim i ri në dashuri ose një hap tjetër në lidhje që është tashmë e pjekur në nivel tjetër. Katër shkopi të dashur tregojnë se kjo lidhje apo kjo situatë apo një çështje personale po shkon drejt një stabiliteti. Nuk ka pasur pasiguri, padrejtësi ose mosbalanca. Nëse ka pasur, tani ato po shërohen, po vinë në vendin e duhur. Nëse ke patur çështje ligjore, vendime për të marrë apo kontrata që po pritëshin, që keni qenë duke i pritur, gjithçka shkon drejt vendimeve të drejta dhe në favorin tënd. Mesazhi i leximit të juaj të dashur Gaforë, mos e minimizo veten. Ju këtë e keni tendencë pak ta bëni. Ti je në kulmin e fuqisë tënde. Përdor këtë energji të dashur Gaforë. Merr hapin që ke vonuar tashmë. Koha është tani. Zëri yt, puna jote, dashuria jote kanë vlerë dhe duhet të njihen dhe do të njihen. Qëndroje drejt dhe vërtet, e hapur dhe gjithçka që është për ty do të gjej. Do të gjej se s'bën. Ky lexim është si një ditare që hapet në dritë të fortë. Ka ardhur koha që ti të shkëlqesh pa ndrojtje. Prandaj, kjo është një energji që o tani, o kur, të ngritet Gaforja dhe ti thot çdo gjë që nuk ka qenë, tolerimit të saj, durimit të saj, mjaft, po, ta zgjidhni rrugën e juaj, një energji që do ju ndihmoj vërtet ta gjeni veten e juaj.